raste me cilat ju jeni ndeshur që një çift i martuar mund të kenë vite pa kryer një raport intim për shkak të një problemi të pafolur apo të patrajtuar? Po, ka, jo raste shumë të shpeshta, po zakonisht ka dhe kështu rastesh. Cili mund të qenë problemi? E para, në shumicën e këtyre rasteve, problemi është që është një ide ose mentalitet që na kaloi mosha neve tani edhe këte tutjes nuk kam nevojë, nuk kam rëndësi. Pas të 50-ave. Pas të 50-ave. Po. Janë dhe problemet familjare që hynë në mes, për shembull, kam shumë punë, kam fëmijët, kam nipat, mbesat, nuk kemi kohë për ashtu punësh. Do është një tip shmangi që i bëjnë dhe të realitetit. Kjo vjen edhe mungesën e dëshirës, me ulljen e dëshirës, e libidos. Ullja e libidos është ullje hormonale ose ullje thjesht shoqërore, në kuptimin që pas shumë viteve nuk kanë më atë dëshirën si që kishin më parë. Kjo i çon drejt tradhtisë apo thjesht zgjedhin që Jo, kjo i çon jo domosdoshmërisht, kjo i çon rreth një jete aseksuale ose një jetë më pak seksuale se më parë.